Përshëndetje, Ndrica Ugu, Televizioni Klan. Është një ndeshje që presionin e ka si në fushë dhe jashtë saj. Grumbullimi ende nuk ka nisur mirë, nuk mund të themi domethënë se si është gjendja e juaj, po si e ndjen ti këtë ndeshje? E përballon dot presionin që ekziston dhe jashtë fushës, duhet një fitore me domosdoshmëri dhe është llogaritur një ndeshje e rrezikshmërisë lartë. Përshëndetje, po ne jemi profesionistë, ne jemi futbollistë profesionistë, kështu që për ne presioni është gjë normale. Kjo është ndeshje padyshim e rëndësishme për ne, po që ne do shkojmë atje për të marrë maksimumin e mundshëm. Juri, përshëndetje, Elvis Regja, Supersport Digital. A mund të thuash pak si përjetohet kjo ndeshje duke patur parasysh faktin që është vendosur në një qytet më të vogël, larg presionit që mund të kishte në Beograd dhe çfarë keni biseduar ju në këtë orë të para të grumbullimit midis lojtarëve për t'ia dalë me sukses në këtë ndeshje? Po, kjo nuk është çështje që na takon neve, për ne siç e thash dhe më përpara, është e rëndësishme që të gjithë të jemi të fokusuar dhe të jemi të përqendruar te objektivi që kemi për këtë ndeshje. Do shkojmë atje për të bërë maksimumin ton për të marrë 3 pikët. Kjo është më e rëndësishmja për ne. Nuk kemi fol akoma me çunat se nuk kemi grumbullu gjithë lojtarët, kështu që jemi shumë pak lojtarë për momentin. Po që siç e thash, për ne është e rëndësishme pavarësisht stadiumit, pavarësisht fushës, që të shkojmë atje për të marrë maksimumin. Përveç asaj që ti po e thua, po tregohet shumë normal, do bëni maksimumin, këtë askush nuk e dyshon, po të gjithë e dim që kjo është një ndeshje që i kalon për masat e një ndeshje normale, apo jo? Këtë e dim gjithë, edhe fakti që u zhvendos në një stadium më të vogël, pra nuk do ketë asnjë bilet në shitje, po do të jetë me ftesa, pra publiku do të jetë i zgjedhur. Ka filluar, kemi hyrë në javën e ndeshjes, domethënë. Po e përjetoni këtë, po e pret me padurim këtë ndeshje, e shikon këtë si një finale që na çon më afër botrorit, sepse kjo është një finale për play-offin, apo jo? Normalisht që kjo është ndeshje e rëndësisë shumë të madhe për ne, për vetë faktin se nga kjo ndeshje besoj që vendoset edhe vazhdimësia e objektivit që ne kemi për shkuën botror, kështu që besoj është ndeshje decisive për objektivin që ne kemi, prandaj dhe ne jemi shumë fokusuar dhe jemi shumë përqendruar që të marrim maksimumin dhe të vazhdojmë atë dëshirën dhe ëndrrën që kemi për shkuën botror. Mantha Prokopi, Syri Televizion, u ofruat, jemi afrimi i fundit në kombëtarën shqiptare dhe duket sigur e keni marrë vendin e Ramadanit si startues. Çfarë komente ka Ramadani, keni folur me të? Është i kënaqur për suksesin tuaj apo ndoshta ka ngacmuar pak? Shikon, ne në kombëtar jemi gjithë lojtarët këtu për të bërë më të mirën për kombëtarin, pavarësisht se kush fillon nga fillimi ose kush starton nga fillimi, këto janë çështje që i vendos trajneri. Ne jemi këtu për të bërë më të mirën dhe për të bërë maksimumin për kombëtarin. Jo, si jemi shok, kemi marrëdhënie shumë mirë me njëri tjetrin, ne mbështesim njëri tjetrin pavarësisht se kush do luaj. Jul, dhe një pyetje tjetër, a mendon që mund të sjellësh tek kombëtari atë që po bën në skuadër? Ajo që na mungon më shumë golat? Besoj se kam sjell versionin më të mirë timin te kombëtarja, pavarësisht pozicionit, pavarësisht taktikave, dhe besoj se do vazhdoj të bëj më të mirën timin për kombëtarin. Kjo është pyetja e fundit për Shehun, tani vazhdojmë me pyetja për Laçin. Përshëndetje, Sabina Meta, RTS Sport. Qezim flasim gjithmonë për një rëndësi të veçantë të kësaj ndeshje dhe themi gjithmonë që thoni gjithmonë në fakt që do bëjmë detyrën dhe nga ana profesionale, por sa e vështirë është të ruash balancën dhe të ruash anën profesionale përpara asaj emocionale në një sfidë si kjo. Çfarë ambienti prisni aty? Përshëndetje. Si thënë ju, do jetë një ndeshje shumë e vështirë. Është një ndeshje vezmitare, ta themi si të gjithë e thojmë dhe tani. Ne, si tha dhe Juliani, jemi profesionista, sigurisht jemi mësuar me presionin, se cili ke ekipi vetë. Objektivi është marrim 3 pikëshin, se dimi sa rëndësishmi do vjen për vazhdimin për ëndër tonë të ikim botror.
dhe kështu duhet me përgatit në mënyrë më të mirë për të marrë fitoren. Qazim, me klubin tënd në fundjavë dhe 2 asiste, besoj se e ke kapur edhe formën tënde optimale që nga fillimi i sezonit ka kaluar edhe atë ndeshje e shtatorit. Si e shikon veten në këtë takim, sa mund t'i japësh, ndoshta do kthehesh ai futbollisti të japësh asistin për atë gol të vyer që do na duhet në Serbinë, si e mendon? Patjetër kur jemi me kombëtaren, duhet me thënë gjithka më shumë kur je ke përditirim, se përfaqësoni kombë. Sigurisht në këto ndeshjet e fundit me ekipin, po dhe me ekipin kombëtare, kam dhe maksimumin për të jap sa më shumë kombëtares dhe të marrim fitoren, kështu dhe vazhdoj dhe shpresojmë një fitoren në Serbi. Laçi, gjithmonë pyetja kur luajmë ndaj këtij kundërshtari është pothuajse e njëjta. Si përjetohet një ndeshje e tillë pavarësisht faktit që po shkon drejt një rrjedhe të qetë, pra emocionalisht është një ndeshje jo si gjithë të tjerat. Ju vetë si po e përjetoni? Patjetër, jam dakord me juve, do ketë shumë emocione kjo ndeshja, po ne si profesionista duhet të jemi qetë, të kemi shumë përqendrim, duhet të shikojmë çdo detaje, se ajo do jetë besoj kiçi i kësaj ndeshje, se detaja do bëjë diferencën, edhe aty do fokusohemi për të marrë 3 pikshin. Ne e dim që ju jeni profesionist, që jepni gjithçka edhe kur luhet kundër Gibraltarit, edhe kur luhet kundër Anglisë, edhe kundër. Po sipas teje, kush do të jetë Chelsea i kësaj ndeshje? Do të jetë presioni mbi serbët apo do të keni dhe ju presion mbi shpatullat e tuaja, duke ditur që është ndeshja vendimtare për të kapur atë ëndrrën e Amerikës. Dikur njerëzit kishin ëndër të shkonin në Europë dhe në Amerikë, dhe sot e kanë ëndër për një vizë, ndërkohë që ëndra e futbollit kalon përmes jush në këtë finale. Pra, a keni presion, a ndjeni presion? Kjo është pyetja. Përveç asaj që jeni profesioniste, jepni gjithçka, kjo nuk diskutohet, nuk e ka vënë kurrë asnjë ndyshim këtë. Shikoni, nga ana jon gjithmonë ndeshjet i shikojmë me çfarë kundërshtari lozim, se dhe kundërshtari që kemi përballë është një kundërshtari i fortë, po ne, sidomos në ndeshja e parë ku lozëm në Air Albania këtu, kemi treguar si edhe presionin, si po thoni dhe juve para ndeshjes, nuk besoj e kishim në atë ndeshje, se treguam si kishim mundësi me fitu atë ndeshjen, pavarësisht se doli barazim. Ne, nga ana jon, atë që thashë më përpara, duhet me qenë i përqendruar dhe të shikojmë çdo detaje, pse ajo të bëjë diferencë, besoj, pse do jetë një ndeshje dhe për dy ekipet si do jetë të mbyllur, ta them kështu si ndeshja e parë, por ne, pse kemi në dorë tonë, do futemi nga minuta e parë për të marrë 3 pikshin. Laçi, luajmë në një stadium me kapacitet të reduktuar, me një Serbi që ka dhe mungesa. Nëse sot që flasim, si ishe shanset për fitore? 50-50, apo ndoshta këto faktorët e fundit janë pak në favorin tonë më shumë? Ato do t'i laj për juve, ti keni këto statistika. Ne sigurisht do jetë pak në të rishë tani. Ne presim një ndeshje të fortë. E dim si Serbia ka ndeshjen e shtëpisë në tyre. Nga ana jon, si thash më përpara, do përgatitemi për të marrë 3 pikin, edhe ajo ka shumë rëndësi, pse do jetë shumë vetëmitare për vazhdimin për ëndrrat tonë në botror. Faleminderit për pyetjet. Këtu mbyllet ky komunikim për media. Sot kombëtarja ka nisur grumbullimin dhe do të zhvillojë seancën e parë servitore në shtëpinë e futbollit në orën 16, që 15 minutat e para është e hapur për mediat. Faleminderit, dëshiroj